Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Sonte këto, në këtë video do të flasë për Ebu Hanifën, por jo për jetën dhe veprimtarinë e tij, por do të fokusohem në vasijetin, testamentin e tij, testament këtë, të cilën e shkruan pak para vdekjes, a unë këtë liber e kam përkthyer me gjithë 4 kryeveprat e tjera në vitin 1999 dhe Bashkia Islame e ka botuar në vitin 2000. Për jetën dhe veprimtarinë e Ebu Hanifës do të flas në një nga videot e radhës, ku do të mësoni një kolos i vërtet i mendimit islam, ndër më të mëdhenj që ka falë historia islame, ndër kolosët më të mëdhenj në jurisprudencë në gjithë historinë e njerëzimit. Njeri i cili e ka rënuar me vizionin e tij mbi të drejtën apo jurisprudencën, e ka rënuar edhe të drejtën romake, për të cilën Konstantini ka thënë, perandoria romake po i dhuron njerëzimit të drejtën e saj, të drejtën romake, që nuk do të mund as t'i ofrohet e lema të lëkun dikush deri në fundin e botës. Duke mos e ditur se pikërisht Ebu Hanife do të del 400 vjet më pas dhe do të rranoj atë të cilën shkruhet në kohën e perandorisë osmane. Këto që do t'i dëgjoni sonte janë fjali, testamente, vasijete, emanete të cilat i ka shkruar pak para vdekjes, më pastaj Imam Ebu Jusufi dhe Imam Muhammed Shejbani i shënojnë në një liber, e bëjnë liber nga ato shënimet të cilat i kanë marrë nga Ebu Hanifja. Çështja e dytë, shumë shkurt që dua ta përmendi këtu, është se nga sante me izën e Allahut, unë do të ju ofroj video të shkurtra, jo të gjata si që kam bërë deri më tani, për shkak të asaj që ju po kërkoni prej meje, që të jenë më të shkurtra, megjithëse që vërtet po janë disa tema vështirë të trajtohen apo të shpjegohen në 10 minuta, sepse videot të cilat i bëj, materialet të cilat i ndaj me ju, nuk janë lajme ad hoc dhe të arrit i bëj shkurt sa po kam dëshirë, por janë analiza dhe lexime të opinioneve dhe studimeve serioze për çështjet të cilat i ndaj me ju. Gjithsesi, më lejoni këto pra që ti them fjali për fjali disa nga ato që i kam nxjerr nga librin të cilën e kam botuar në vitin 1999. Fjalë të cilat keni me u çudit, mos them keni me u mahnit, se si ka arrit Ebu Hanife që në atë kohë të thët, dhe të cilat më pastaj, edhe nga vetë dietarët, hoxhallarët e medhhebit Hanefi, shumë herë ose janë keq interpretuar, ose janë lënë menjan dhe janë bazuar në thënien e dietarëve të tjerë. Një, Ebu Hanife thët, ky ibadeti apo adhurimi nuk përcakton nëse një person është besimtar ose jo. Unë e di se shumë nga këto kanë nevojë t'i shpjegoj, por për shkak të minutazhës nuk do të merrem me shpjegimin e tyre. Do t'i them original ashtu siç i kam përkthyer dhe siç janë në libër. Shpjegimet, nëse ju më komentoni dhe kërkoni nga unë që t'i shpjegoj këto, do t'i bëj në një nga videot e ardhshme me izën e Allahut të Madhreshëm. Edhe njëre po e lexoj. Ibadeti ose adhurimi nuk përcakton nëse një person është besimtar ose jo. 2. Askush përveç Allahut nuk e di se kush do të shkoj në xhennet apo në xhehenem. 3. Feja nuk është kriter në marrëdhëniet mes njerëzve. 4. Nuk është e lejuar, nuk është halal të marrësh para për ta udhëhequr faljen e namazit. Të bëj kontratë, që çto pe shpjegoj pak. Të bëj kontratë, vallahi apo vje, më na i fal çet namaz, çeto namaze një javë, 2 javë, 3, vallahi në i duhet që ka shpare. Është e ndaluar marrëveshja paraprake për faljen e namazit. Pastaj thot, vetëm Allahu thot fjalën përfundimtare
për besimin e dikuj tjetër. As kush tjetër nuk e di. Pastaj thot, nuk është e lejuar të pushtësh, të marrësh, të zaptësh tokën e dikuj për hir të fesë apo në emën të fesë. Do më thonë, nuk lejohet t'ja marrësh dikujt pronën që ta përdorësh atë pronë për ndonjë xhami apo për ndonjë institucion islam. Diçka që përdoret në çështje klasike islame është haram sipas islamit. Pastaj thot, e drejta për të martuar dhe për të zgjedhur bashortin i takon vetëm gruas. Dhe ju krahasoni tani me traditën tonë shqiptare se si i kanë martuar vajzat shqiptarët më parë, ku e ka njoh burri veç kur ka hi natën e dhëndris. Ebu Hanifja po thot, e drejta për të martuar dhe për të zgjedhur bashortin i takon vetëm gruas. Pastaj thot, arabishtja nuk është gjuhë e shenjtë. Ajo që është e shenjtë në te është kuptimi që e përshkruan Kur'ani. Pastaj thot, të dërguarit e Allahut kur nuk flasin diçka që bie ndesh me librin e Allahut. Pastaj thot, transmetimet, hadithet që kundërshtojnë Kur'anin do të refuzuar kategorikisht pavarësisht nga burimi i tyre. Pastaj thot, në islam nuk ka asnjë klasë e quajtur njerëz të fesë, klerik apo shenjtor. Besimtarët janë shenjtor apo miqt e Allahut. Në islam nuk ka klerikalizëm, nuk ka kler, dhe as që guxon dikush të quhet ky është njeriu i fesë, ky nuk është njeriu i fesë. Pastaj thot Ebu Hanife, dënimi për vrasje, për krimin e vrasjes, do të jetë i njëjtë si për besimtarët, si për jo besimtarët. Pastaj thot, me para haram nuk mund të bësh hajrat, do më thënë, nuk mund të bësh veprat e mira me para haram. Pastaj thot, një sundimtar që shtyp popullin e vet, as nuk mund t'i jepet e as nuk guxon të pranohet prej tij ndonjë dhuratë apo beneficion. Shumë i ashpër ka qenë në çështje politike, në raport me sundimtarët. Për këtë arsye edhe burgoset nga halifja, për shkak se nuk i pranon politikat e padrejta të kohës së tij dhe vdes si rezultat i goditjeve me shufra të metalta në një vend thuhet se e kanë helmuar në burg, e kanë rrahur, e kanë helmuar dhe vdes. Pra, ky thot, një sundimtar që shtyp popullin e vet, as nuk mund t'i jepet e as nuk mund të merret prej tij ndonjë dhuratë apo beneficion. Pastaj thot, është obligim islam udhëzimi për të mirë apo ndalimin nga e keqja. Pastaj thot, unë pasurinë time të madhe e kam fituar duke mësuar diturinë e halalit dhe haramit. E dini sa i ka qenë një ndër pasunikët më të mëdhaj të kohës, folur me termat e sot, një miliarder i vërtet. Pastaj thot, nëse një person vdes nga uria diku në botë, të gjithë njerëzit që do të kishin mund të arrijnë deri në atë vend për ta ndihmuar, janë përgjegjës para Allahut për vdekjen e atij personi. Pastaj thot, parat e shpenzuara për librat dhe kërkimin e diturisë janë bereqet, jo harxhime. Pastaj thot, edhe nëse qëndroni pa fitim dhe furnizim për 10 vjet, mos u largoni nga dituria, sepse nëse largoheni nga dituria, mërzia, mundimi dhe tendosja juaj për të siguruar jetesën, do t'ju ndjekin dhe do t'ja shtypin supet tuaja gjatë gjithë jetës sa jetoni. Pastaj thot, kur kreu i shtetit ju paraqet një problem për ta zgjidhur, e kërkon ndihmën tuaj, mos pranoni ta zgjidhni nëse paraprakisht nuk jeni të garantuar apo nuk jeni të bindur se ai do ta pranon mendimin tuaj. Pastaj thot, konsultohuni me ata që konsultohen me ju, por jo me njerëz çka do, por vetëm me ata që din të ju ofrojnë ka Allahu i madhreshëm.
Pastaj lejohet të vini kontakte edhe të ngusht me udhëhecin politik për ndonjë nevojë diturie apo shkencore. Por, keni kujdes, udhëheci politik që e quan sultan nuk do për askë tjetër atë që do vetëm për veten e tij. Në videon e radhës e vazhdoj mirëmbëjtje.